ka pasën si tradit, thojnë, mas namazit gjumas, shpesh ka shku në atë vendin, sikur në ata spitalet që janë psikikisht njerëzit smut. Allah i na rujt, ja Rab. Dhe Zoti ju dhash të mira edhe atinve, edhe ajo një lloj smuj, Allah i xhenetin ja vënë nasip, ja Rab. Për çka me shku atje? Me ja ditë vlerën mendës, shëndetit me ja ditë vlerën. Mirë po kalojnë rreth njënit i cili kishte qenë edhe jo i qetë. Shkaku që nuk kanë shumë i qetë, e kanë lidh me singjira, e kanë lidh edhe komt, edhe durt, edhe çashton hec, edhe e kanë lidh për një stupi, përmes një shtille, edhe s'ka mund me u largu shumë. U ka afru Hasan Basria me talebët e vet, edhe e kanë dëgju ai duke thënën, duke përsërit një fjalë, e du, vallahi e du. Edhe ne kur ta ndëgjojmë këtë fjalë, e du, me njëherë kanë thonë, kizare papa, dikan dë një vajzë, e ka dashuru dikan edhe ka lujtën, së ne ka marrë edhe ashtë halakat, ka lujtë mensh. Me një armenja ka e keqja, e du, vallahi e du. Hasan Basria, Allah i koft razina atë, ju pas ka afru afer dhe i pas ka thonë në veshaj, ka thonë disa fjalë, Hasan Basria si ka ndalë lotët. Kur është largu prej atij talebët e vet i kanë thonë, shka të tha, o hoxh, o imam, shka të tha? Tha i Hasan Basria, tha më tha kështu, o hoxh, e du, edhe ani pse jam në këtë hall në kabo, e du pasha Zotin e du. Edhe nëse më shtin zjarë në xhenemit, më tonon me zjarë në të dunja, e du, edhe kam ju thonë xhenem live, pasha Allahun, në Zot ba i be që e du. Tha e veta ken, tha Zotin. Zotin e du, o Hasan, o imam, e du Zotin, e du Allahun e du. Ani pse më ka sprovu, ani se me këtë sprov në ka bon kësi halin këtë dunja. E du, o Hasan, e du, o imam, e du, dhe s'du për veshtin.